Specialistët e sektorit të policisë rrugore arrestuan në flagrant shtetasin AB 57 vjeç banues në Gjirokastër, pasi me automjetin që drejtonte në gjendje të dehur ka aksidentuar let një 39 vjeçar, i cili pas dimës së parë mjekësore është larguar për në banesë. Shtetasia AB është larguar nga vendi i aksidentit, por është kapur më pas nga shërbimet e policisë. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Gjirokastër referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin NG 47 vjeç banues në Gjirokastër, pasi u konstatua duke kryer punime ndërtimi pa lejen e organeve kompetente. Specialistët për hetimin e krimeve të stacionit të policisë Dropull Libohov referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin LN 38 vjeç banues në fshatin Oshtev, Zagori, pasi më datën 21/3/2025 në vendin e quajtur Brigje ka ndezur zjarr dhe si pasojë përhapjes së flakëve është djegur një sipërfaqe e madhe me bimësi. Specialistët për hetimin e krimeve kibernetike referuan materialet në prokurori, pasi një shtetase 20 vjeçare ka kallëzuar se shtetasi AG e ka kanosur nëpërmjet rrjetit social Facebook, punohet për dokumentimin ligjor të rastit. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për veprime të mëtejshme.